Që nuk veprojnë Amerikanë, këtë s'po na thonë. Unë prandaj po i ripyes prapë, zotëri Amerikanë. Këto i kanë thënë, këta dhe po i bëjnë këto që kanë thënë. Po i bëjnë. Po e vjedhin Shqipërinë, po e boshatisin, po e shkatërrojnë, po bëjnë çudo qefi. Dhe ju rrini atje te rruga Elbasanit, jeni rahat ju zotërit e ambasadës, megjithëse personali i ambasadës është shqiptar, me komunistë shqiptar, to a themi dhe këtë ta dinë, dhe kanë përzënë edhe një të vetëm që që atje i përndjekur politik para ca vjetësh e nxorën sa nuk e lanë ashtu ndë brenda të nesërmen. Sa e morin vesh që ai kishte qenë i përndjekur. Pra këtë duam të bëjnë Amerikanë. Ne bëjmë. Nëse bëjnë kurrë mos e bëfshin e ne, do t'i nështrojmë fatit tonë si da këtë një madhizot pastaj. Zoti Islami, gjykata e posaçme e apelit ka lënë në fuqi masën e arrestit me burg kundrejt Erion Veliajt, i cili kishte kërkuar një masë më zbutur edhe në shkëmbim të një garancie pasurore. Nga ana juaj, si shikoni si profesionisti kësaj fushë, çfarë po ndodh me Erion Veliajn dhe a do të jetë Erion Veliaj një nga elementët politikë që mund të hakmerret kundrejt Edi Ramës? Si mund të hakmerret Erion Veliaj Edi Ramës? Ka vetëm ndaj Edi Ramës, ka vetëm një mundësi të flasë. Po e nuk flet sepse në makinë botërore ekziston kodi heshtjes quhet. Dhe ata nuk mund të flasë sepse e di që populli do t'i zhduket familja, do t'i zhduken e kërcënojnë me djalin, me gruan, me mëmën, me vllan, se është në burg ai nuk reagon dot. Ai po të flasë Erion Velia bie komplet e tërë kjo klasë politike. E tërë bie. Mirë po Erion Velis nuk e garanton njëri familjen që të flasë Erion Velia. Dhe të bëj këtë Spaku, garantoni, siguroni familjen e Erion Velis, zotërit të Spakut, sigurojeni familjen e Erion Velis, dhe i thoni të flasë këto të vërtetën, se Edi Rama nuk ka vjedhur asnjë gjë pa dorën e Erion Velis, pa firmën e Erion Velis. Pra Erion Velia është Chelsea dhe e mbajnë atje në kafas me qëllim që të mos flasë, derisa të shikojnë si do të bëjnë punën. Erion Velia është tamam nguri themelit në pikën e në ndërtesën e korrupsionit në Shqipëri. Ai i ka transferuar lekët nga një dorë te tjetra, nga një grattaciel te tjetri, nga një oligark te tjetri. Ne kemi miliarderë që për 30 vjet kemi miliarderë për 30 vjet zotëri. Bota si ka miliarderë për 100 vjet, 200 vjet, nuk janë bërë dot miliarderë. Në Shqipëri këta bastard u bën për 30 vjet miliarderë. Dhe Amerika rishikon. Qa presimojnë Shqip, troq, Amerikanët po na gënjejnë deri tani. Unë a them pa doreza, po na gënjejnë zotëri. Ose merr një masa kundër dhe vini demokraci në Shqipëri, na ndihmoni, na bëni shtet të 51 të Amerikës, ose hiqni dorë dhe na leni ta zgjidhin vetë fatin tonë pasaj. Se ne dim dhe ta zgjidhin fatin tonë. Po na e keni prerë duar e këmbë deri tani. Pra unë a lejni ta zgjidhin vetë, se ka dim akoma Shqipëria që të tregojnë vendin këtyre gangsterëve, këtyre banditëve. Zoti Islami, a parashikoni një lirim nga burgu të Erion Veliajt dhe një rikthim të tij në politikë? Rikthim të tij në politikë nuk besoj se do ketë më, po dali nga burgu mund të ketë nëse paguar, nëse i jep ato që i kërkojnë. Se nga burimet e mia, nga të dhënat e mia që kam në njerëz të ndryshëm, më thonë që Erion Velia mbahet në burg se nuk ka dhënë as para sa i kërkoi. Të kalojmë në një temë tjetër ku para pak ditësh u luajt në Shqipëri ndeshja midis Shqipërisë dhe Serbisë, por ka ndodhur episode të caktuara pavarësisht se atmosfera ishte mjaft e ndezur edhe po themi gjithçka shkoi e qetë, por ka pasur episode të tilla ku janë hequr simbolet e ushtrisë shërbimtare të Kosovës nga stadiumi, madje edhe persona të cilët, pra tifozë të cilët kishin vendosur në bluzat e tyre simbolet e UÇK-s janë nxjerrë nga stadiumi nga policia shqiptare. Ju, si një njeri i cili keni mbrojtur kauzat shqiptare në shtetin grek, si e cilësoni një veprim të tillë? Tradhtia nuk ka yll në ballë. As shenjë. Kjo është tradhtia e politikës shqiptare dhe e qeverisë shqiptare. Kjo është paturpësia e këtij bastardi që qeveris Republikën e Shqipërisë, Edi Ramës. Që të heqet, të ndalosh
djemt tifozët kosovarë të mbajnë në bluzë në trup veshjen me siglën e UÇK-s, kjo është tradhtia se nuk ka që bërë më shumë. Ne, po në qeverisë, ajo parti që ka krijuar Dušan Mugosha dhe Miladin Popovici dhe këta janë detyruar, sa t'jenë në pushtet këta do bëjnë politikën sërbe në Shqipëri dhe greke, ka marruar ajo punë. Këta nuk dalin, sepse i kanë firmat atje, i kanë firmat të depozituara, që nga Kolaqi Gjirokastër Elveri, edhe deri tek këta fundit. A nuk e keni parë sa patupsisht, sa pacipsisht, sa në mënyrë kriminale përqafon Vučićin Edi Rama çka dhe poeti kosovar ka bërë atë poezinë e vogël që thotë më erdhi në botën vrasë si djalit. Kur shikon atë pamje të vështirë, të ndyrë, të tradhtisë, aq të hapur të Edi Ramës. Këta janë zotëri në shërbim të Serbisë. Në Serbi, kur vajti skuadra shqiptare, shkruanin gjithandej Kosovo je Serbia. Pra, Kosova është Serbi. Atyre u lejohet, dhe nuk u thot gjë FIFA. Nuk thot gjë këta LGBT-qët e Evropës. Për shqiptarët ndalohet. Dhe di pse ndalohet, ta them këtë që s'ua kam thënë deri tani se shumë herë më keni pyetur dhe e kam ruajtur si për të mos më akuzuar si njeri fetar. Zotëri, Shqipëria shqiptarët nuk i duan se në pjesën më të madhe janë muslimanë. Sërbët janë të krishterë, pavarësisht se janë katolik apo musliman, apo ortodoks, po janë të krishterë, si sërbët, si italianët, si francezët, si gjermanët, si anglezët, janë katolik, zotëri, janë të krishterë. E mbrojnë njëri tjetrin në aspektin fetar, dhe kjo është mbështetja që i japi. Dhe pranaj ne nuk na do Evropa, se ne jemi musliman, por ne do mbajmë atë fe që duam. Dhe të përcasin evropianët dhe kushdo që ka i natë. Edhe pse nga ana e tolerancës fetare jemi një shembull që duhet vlerësuar për vetë Evropën. Më nxore në shteg një fenomen që ndodh në TikTok. Merrni shikojeni, janë disa lajke që mblidhen 4-5 veta katolikë dhe kanë hapur një luftë të jashtëzakonshme kundër fesë islame në Shqipëri. Duke fshehur qëllimin e vërtet, duke fshehur që ta heqim këtë fesë na ka sjell turku. Zotëri, ne jemi në Shqipëri, nuk kemi në Turqi. Unë do vesh atë kostum që dua. Do thot, do mbaj, do besoj në atë fe që më do qefi mua. Dhe nuk më jep urdhër ti apo ai tjetri. Dhe s'kam që thonë të kthehemi në origjinë. Dhe origjinë quajnë kur shqiptarët ishin të krishterë. Po para se të ishin të krishterë, çfarë ishim? A kishim një origjinë? A kishin grekët 12 perëndit e Olimpit? Ata kishin dhe pellazgët tanë. Ky unitet i tre feve në Shqipëri, ata kanë halë në sy, zotëri, unitetin e tre feve në Shqipëri. Duan me çdo kusht të na përçajnë. Janë përpjekur me shekuj për ta bërë këtë punë, se kanë arritur dot, tani vazhdojnë prapë.